Felix, disa dhëna si ka ndodhur 30 sekonda pasi është ngritur, si është e mundur? Tash, në momentin që flasim, të gjitha janë hipoteza. Sigurisht. Janë specialistët të cilët qoftë nga fabrika e prodhimit të avionëve, nga National Transport Board e Amerikës dhe nga autoritetet e aviacionit civil të Indisë që do bëjnë investigimin. Pra është prodhim amerikan, avioni. Boeingu është prodhim amerikan. Ky tip avion është Boeing 787 Dreamliner i quhen, është një nga avionët më luksos. Ashtu. Më luksos dhe nga më të shtrenjtë. Ky arrin deri çmimi i këtij mund të shkojë 220 milion deri 250 milion dollar, varet nga konfiguracioni. Shumë vende të gjiut, këto bosat e naftës i kanë këto avionat, i kanë kthyer këto avione në konfiguracion privat. Ky tip është. Tani, ky është një nga avionët më të rëndë quhet. Më të rëndë quhet jo vetëm nga pesha, që është 220.000 ton, por nga pesha që mbat 220.000 kg. Po, 220.000. 220 ton. Ky avion është nga pesha, mban shumë. 220 ton, ë? 220 ton. 220 ton. Dhe ky avion është një prodhim modern nga pikpamja teknologjike, se është për herë të parë në këtë tip avioni është futur në integrimi pjesëve me fibra karbonike, lidhur me metalin, ndërkohë që gjitha avionet e janë me metal, për arsye që ta bëj sa më të lehtë, sa më pak kushtueshëm nga ndërtimi i konstruksionit të avionit dhe të mbajë sa më shumë. Fakti që ky avion mban sa më shumë, mundet, am tash që në fillim që është supozim, ky avion lejon që ti të marrësh dhe bagazhdore. Nga 240 veta në avion mund të marrin dhe nga bagazhdore. Pra, ka të lejuar më shumë bagazh se të zakonshme. Sepse është avioni i tillë që të lejon të marrësh, ka hapësirat e gjitha. Tani, në rast se dikush abuzon me tejkalimin e masës së bagazhit, qoftë nga agjentët e check-init të aeroportit, qoftë nga agjentët e shërbimit tokë të avionit, qoftë nga mos kontrolli i pilotit, sepse është një flet ku deklarohet e gjithë weight and balance sheet, që një flet ku gjithë ngarkesa e avionit shpërndahet në mënyrë teknologjike dhe të kalkuluar mirë. Nuk duhet të ketë më peshë dhe gjithë. Dhe pilotit dalin të gjitha këto, po marrim rastin që mund të jetë ky rast, që ka një tejkalim të masës të volumit të peshës, në të cilën avioni nuk është në gjendje që të ngrihet. Deri ku sa përqind është 220 ton vetë avioni? Sa përqind mund të kalosh? Nuk e ka avioni, nuk e di në rastin konkret për këtë avion, por ajo e ka që kaq kile, një pasagjer konsiderohet peshë, 90 kile. Së mund të ketë 120 kile, 160 kile dhe pesha e pasagjerit mesatarizohet dhe futet. Në shumë strikt piloti në shpërndarjen e peshës dhe zot ta tejkaloj. Gabimet humane ndodhin, pse ndodhin, sepse njerëzit tolerojnë disiplina teknike, kultura etj. Janë që thënë, një pilot mund të jetë gjysmë i pirë. Thotë, hajde, zakonisht ke lindorët, ke perëndimorët nuk ndodh kjo për shembull. Ky është një nga çfarë se sjellje, te lindorët ndodh më shpesh se sa te perëndimorët. Alkooli pilotëve. Po dua ta sociologët dhe psikologët. Lindorët jo, lindorët janë çik nga pikpamja psikologjike janë më human. I quajmë ne, se janë më tolerant. Kurse perëndimori për mua që kam ndërtuar kompania Aero dhe kam pas bëj me pilota, ka pas rastin kur për të futur një fëmijë të smur që po mos udhtonte nuk shpëtonte jeta, ishin kanadez, pilotët thanë ne nuk e marrim sepse nuk ishte shoqëruar nga mjeku, nuk ishte një prescription që ky përballon fluturime se merr. Një lindor bullgar e merr atë, e merr edhe 10 tjerë të shpëtoi jetën. Tu është diçka tjetër. Ky fleksibilitet është shumë sensibël në aviacion. Është shumë sensibël, qartë. Aksidentet që ndodhin me atë avionin gjermani, me si kishte thënë kompania që e rrëzoi piloti vet në që futi malit, që ktheheshin nga Barcelona, Eurowings, më duket që. Pse? Se piloti kishte pas probleme tjera personale, të cilat duhet i kalojnë check-up, ka probleme, ndahet nga gruaja. Është problem. Probleme emocionale, psikologjike, ka futur kështu dhe ajo e reflekton aty dhe është dhe pikërisht këto janë shumë sensitiv tash organizatat ndërkombëtare të aviacionit ndaj zbulimit këtyre
se kanë ndodhur dhe këto pasaj futen në... Një pilot para se të nisë çdo udhëtim, i përgjigjet ndonjë monitorimi qoftë edhe psikologjik këtij? Jo. Ai ka teste 1 mujore, 2 mujore, 3 mujore, se mund të ketë shkon, por me që the për pilotin dhe për rastin konkret, piloti para kur është në tarmak, që është pjesa kur i avioni, fillon punën, ka një checklist, një protokoll. Bashkë me pilotin e park, që commander e që first officer, thot check, është motori në rregull, motori majt, motori djathtë, lartësia temperatura jashtme, sepse u tha diçka që ishte një temperaturë 38 gradë, edhe mund të ishte një faktor. Si aksident. Duke qenë se është temperatura e lartë, atëherë parametrat e motorit ndryshojnë, nuk janë më siç duhet jetë në ftoj, duhet jetë një temperaturë caktuar dhe ka një procedurë piloti në të tilla raste. Shumë shpesh avionët që ulen kur vijnë nga vendet që të gjirit ashtu i lagit dhe me ujë për t'i ftofur. Do të thënë, janë të gjitha në protokoll.